njerëz, madje të vrarë ka dhe që s'janë fare as militantë të Partisë Socialiste, e tjerë, vënia e vendit në një tension që mund të shkonte deri në një luftë civile, sepse aty te kronika për shembull pyet zoti Berisha foli për negociata. Unë i di shumë mirë për çfarë janë bërë në plan të parë ato negociata. Negociatat e ambasadorit amerikan, jo vetëm me zotin Berisha, po edhe me zotin Rama, një ditë pas ngjarjes kanë qenë për të shkruar, për të parandaluar një shpërthim të një lufte civile që mund të ripërsëritej 97-as, sepse në qoftë se ju kujtohet, për vrasjet Partia Socialiste do riorganizonte një miting të madh dhe zoti Berisha në të njëjtën ditë do thërriste gjithë mbështetësit e vet dhe kështu që do kishin përplasjen e turmave të mëdha, u shmang kjo me ndërmjetësim, prandaj dhe ambasadori amerikan i quajti burr shteti zotin Berisha atëherë, vetëm për këtë vendim, domethënë që nuk bëri anti-miting dhe ndërkohë njëkohësisht dhe Rama u troq.